Afrimi nuk u tërheq. Nuk u dorëzua. U vra, por nuk u tyre. Në mbështesim prokurorin, e par çdo provë flet në vete, çdo foto ishte më shumë se 1000 fjalë që kemi. Realisht, ne do të vazhdojmë me gjykim, por çdo që i ka pasur këto prova, është meru, edhe është bind që kryen një akt terrorist. Kjo fjalë e imja nuk është një fjalë e zakonshme në sallën e gjyqit. Është një thirrje për drejtësi, përballë një akti terrorist, akt gjyqar, që nuk ka synuar vetëm jetën e njeriut, por e ka synuar edhe zhdurin e shtetit tonë. Ata që qëlluan, nuk qëlluan vetëm mbi policinë tonë, por qëlluan mbi kufijtë tanë dhe mbi rendin tonë kushtetues. Gabuan. U përballën me heroj si Afrimi me shokët e vet. Afrimi nuk u tërheq. Nuk u dorëzua. U vra, por nuk u tyre. Gjykata në 2 shkalla e ka vërtetu se provat janë të ligjshme. Dhe këto pa asnjë dilemë e vërtetojnë sulmin terrorist. Qëllimi ishte i qartë. Të ndahet veriu i Kosovës dhe t'i bashkohet Serbisë. Prandaj kjo nuk është një çështje vetëm penale, është çështje shtetërore. Kërkoj që dënohen me burgim përjetshëm. Ky burgim është minimumi që i takon gruas dhe fëmijëve të Afrim Bujatit. Dhe kjo është minimum që na takon gjithëve neve në Kosovë. Podržavam i želeo bih poštovane sudije u uvodnoj reči da kažem sledeće. Da ja nikoga nisam napao eksplozivom, kako stoji u optužnici. Nikoga nisam takođe napao ni teškim naoružanjem. Nikoga nisam ubio. Nikoga nisam povredio. Niti sam imao nameru da sever Kosova odcepim i da pripojim Srbiju. Hvala. Qysh në fillim, unë do të pajtohem atë çfarë ka thënë i mbrojturi im dhe do të them diçka në vazhdim. Unë Vladimir Tolić, 24 shtator 2023, kam qenë në Banjsk. Dhe kjo është e qartë. Ali moje namere, Mirë po qëllimi im, motivi mog prisustva tamo, motivi i pranisë time atje i samo učestvovanje u događaju dhe vetë pjesëmarrja në atë ngjarje se u potpunosti razlikuju në plotni dallojnë od onoga nga ajo kako je navedeno u optužnici. siç është e cekur në këtë akuzë. Ja ni jednog trenutka nisam mogao ni da pretpostavim šta će se tamo desiti, Unë asnjë moment as nuk kam mundur të supozoj se çfarë të ndodh atje, niti sam mogao da budem svestan kakve će biti posljedice as nuk kam mundur të jemi vetëdijshëm se çfarë do të jenë pasojat i kakve su posljedice na kraju i bile. dhe çfarë kanë qenë pasojat në fund. Dalje, Tutje, svi ovdje znamo da sam ja tog dana teško ranjen të gjithë ne e dimë se unë atë ditë kam qenë i lënduar rënd, i plagosur i rënd, da sam se nekoliko dana dhe se disa ditë lečio u kliničkom centru u Prištini. jam mjekuar në qendrën klinike në Prishtinë. Poštovane sudije, Të nderuar u gjyqtar, ovoj sali je danas prisutan veliki broj ljudi. në këtë sallë sot janë të I pranishëm novinarskih një ekipa, i kamera. i personave, ekipit të gazetarëve dhe kamerave. I zato ću da kažem jasno i glasno. Prandaj do ta them qartë dhe me zë, falënderim i madh, Dugujem falënderim të madh i kam borxh doktoru Skenderu Ukaju, doktorit Skender Ukaj, njegovom timu, ekipit të tij, koji su tog dana të cilët profesionalno radili svoj posao atë ditë në mënyrë profesionale i kanë meni kryer spasili punën život. e tyre dhe mua më kanë shpëtuar jetën. Dhe për këtë gjë jemi pafundësisht falëndërues unë dhe familja ime. U toku samog lečenja u bolnici Gjatë vetë sam mjekimit saznao në spital kam kuptuar se ka humbur jetën zyrtari policor i žao mi je zbog toga. dhe më vjen shumë keq për këtë. Ali dodat ću još jednu stvar, Mirë po do të shtoj sa tim ću završiti svoje današnje govore. do të shtoj edhe një gjë dhe me këtë do ta kryej fjalën jërse. Unë, Vladimir Tolić, 24
24 shtator 2023, u nikoga nisam pucao. në askënd nuk kam quajtur, Niti sam imao bilo kakav dodir sa eksplozivnim napravama. dhe as që kam pasur ndonjë qasje me Odgovorno. mjete eksplozive dhe këtë që me përgjithësi. Unë në këtë procedurë do t'i bashkohem Što su moje kolege branioci istakli u pogledu kritike ove optužnice. atyre që i kanë theksuar kolegët e mi në shqyqim të kritikeve të kësaj akta akuze, dhe në këtë kuptim nuk do t'ju marrë kohë, Ali će se u ovom delu, u ovoj fazi postupka mirë për në këtë pjesë, në këtë fazë të procedurës, baviti samo činjenicama koje se tiču konkretno Dušana Maksimovića. do të mirem vetëm me fakte që kanë të bëjnë konkretisht me Dušan Maksimović. Pretendoj se në lidhje me Dušan Maksimovićin, Optužnica nema ni jednog dokaza, akta akuza nuk ka asnjë provë, niti činjenice koja može biti dokaziva. as fakte të cilat mund të provohen. Čak sasvim suprotno. Bile është komplet e kundërta, Kada se uzmu u obzir dokazi koji su izvedeni u istražnom postupku, kur të miren parasysh provat të cilat janë nxjerrur në fazën hetuese, stiče se jedan sasvim drugačiji utisak. po lihet një përshtypje komplet tjetër. Mi kao odbrana od prvog dana rada na ovom predmetu Ne si mbrojtje që nga dita e parë e punës në këtë çështje, od specijalnog tužilaštva Kosova zahtevali smo da se prikupe određeni dokazi, nga Prokuroria Speciale e Kosovës kemi kërkuar që të mblidhen provat e caktuara, a koji nisu prikupljeni. e të cilat nuk janë mbledhur. Sumnjamo da nisu prikupljeni zato što očigledno idu u korist optuženom Dušanu Maksimoviću. Po dyshojmë se nuk janë siguruar për shkak se shkojnë në favor të të akuzuarit Dušan Maksimović. Kemi treguar edhe për fakte të cilat janë të parëzueshme, pra Dušani është arrestuar me 25 shtator 2023, vitin 2023, Uhapšen je u svom selu. është arrestuar në fshatin e tij. U tom selu i dan danas živi njegov otac. Në atë fshat edhe sot e kësaj dite jeton babai i tij. Unë nuk e di çka është e çuditshme që njeriu të banojë në një vend e ka edhe prejardhjen. Dušan je uhapšen kada je krenuo ka Zvečanu Dušani është arrestuar kur është nisur në drejtim të Zvečanit i to u trenutku kada je krenuo kod svoje majke i sestre. dhe atë në moment kur është nisur për te nëna dhe motra e tij. Uhapšen je na drugoj policijskoj kontroli, Është arrestuar te kontrolla e dytë policore, nakon što mu je prethodna rekla da može slobodno da nastavi sa kretanjem. pasi që kontrolla e parë i ka thënë që mund të lëviz lirshëm me lëvizjen e tij, në lëvizjen e tij. Dhe ju lutem që të kushtoni vëmendje të gjitha atyre provave, Dušanovo ime nigde nećete vidjeti. emrin e Dušanit askund nuk do ta shihni. Tužilac je rekao da je Dušanova uloga bila mala, Prokurori ka thënë se roli i Dušanit ka qenë i vogël, ali on čak ni tu malu ulogu nije opisao. por ai edhe atë rol të vogël nuk e ka përshkruar. Ja se u potpunosti slažem sa onim rečima koje... Plotësisht pajto me fjalën hyrëse të avokatës time dhe nuk kam çfarë për të shtuar tjetër.